Pasi dëgjoi shqetësimet e banorëve të prekur nga përmbytjet në Darzezë të Fierit, kryedemokrati Lulzim Basha kërkoi shpalljen e gjendjes së emergjencës. A keni pas ndonjë ndihmë? Shuri. Fare. As policia, as Gjeta unë tralën për të hequr delet, gjeta tralën për të hequr, ai donte 600.000 vitën në Elbasan. Kam 20 e ca vjet, as emigracion kam çuna tu, po vdesin aty në ujë. E ikën 2 koktele, çfarë dua më unë? Voj dorë shteti se po mytemi re, po mytemi. Nuk e kuptojmë se pse qeveria nuk ka shpallur akoma gjendjen e jashtëzakonshme. Çfarë pritet që të shpallet gjendja e jashtëzakonshme? Kjo është një gjendje e jashtëzakonshme, duhet shpallet si e tillë. Kryeministri duhet vihet në krye të shtabit dhe të marrë masat e plota. Të njëjtën situatë, lideri demokrat gjeti edhe në komunën Feras. Shtëpinë në ujë, dëme në bagti, mungesë ujë të pishëm dhe të energjisë elektrike. Nuk ka do shtetit e bjasi absolutisht. Familjarët ku i ke brenda apo i ke nxjerr? Unë vle jashtë. Unë vle jashtë me gjithë burë, ndërsa fëmijët i kam endur. Nuk kam shpresë me për jetën. Kush do më përkra mua tani? Shteti s'mu ka vendor fare. Kanal për regjistrim. Jo, deri më sot nuk ka asnjëri të shikoj ça dëmi më vjen mua në shtëpi. Pra kjo vazhdon të jetë një gjendje emergjente. Ka nevojë të ngutshme për praninë e shtetit. Ka nevojë të ngutshme për ndihmë ndaj të gjithëve, në veçanti ndaj familjeve më në nevojë. Krye familjarëve, siç është kjo familje këtu. Kryetari i Partisë Demokratike ishte edhe në fshatin Fitore të Vlorës, ku pa nga afër situatën e shkaktuar nga përmbytjet. Banorët e jugut thonë se dëmet e shkaktuara janë të pallogaritshme.